Në një intervistë ekskluzive për Mediumin Storm, poeti dhe studiuesi i njohur i letërsisë shqipe Xhabat Sylla foli për historikun dhe rëndësinë e Karvanit për fëmijë. Karvani i shkrimtarëve për fëmijë ka nisë në vitin 2000, njëherë pas luftës. Ideja ishte që në atë atmosferë traumë që kishim pas lufte, me humbje e shkatërrime të mëdha, të ktheheshin pak buzëqeshjet edhe të kthehej jeta në fytyrat e fëmijëve. Këtë e kishte për qëllim kryesor Agim Deva si themeluesi i Karvanit, ideatori kryesor, i cili na ftoi edhe natyrisht u bashkuam në themelimin e këtij Karvani. Dhe Karvani që nga dita e parë e deri sot, edhe tutje mund të jetoj vetëm në sajet të një angazhimi, çfarë kemi, të shkrimtarëve për fëmijë në radhë të parë, por edhe në sajet një përkrahje që mund të gëzojmë nga institucionet tona shtetërore ta quajmë. Ne në fillimet kanë qenë atëherë jo Sorosi na kanë ndihmuar në fillim. Pastaj më njëherë kemi depërtu me aktivitetin tonë. Atëherë Vilespaku bëshin shumë emisione, përcilleshin në aktivitetet tona në përfshatrat dhe qytetet e Kosovës nga ekipet e televizioneve tona. Të gjitha televizionet kanë qenë të interesuara, bënin programe shumë interesante për fëmijë, nga takimet e shkrimtarëve me fëmijë në për shkolla, edhe ato natyrisht e afirmuan edhe aktivitetin tonë si Karvani shkrimtarëve për fëmijë, edhe natyrisht zgjuan edhe interesimin që të mrrijnë në sa më shumë mjedise. Prandaj ne në çdo fillim të Karvanit merrnim ftesa nga ma shumë mjedise, t'i vizitonim edhe në program gjithnjë u jepnim përparësi vendeve në të cilat nuk kishim shkuar më parë. Prandaj, shkrimtarët vërtet kanë sakrifikuar në këto aktivitete. Ne kemi pasur fillimet tona deri edhe 4 takime brenda dite, nëpër mjedise të ndryshme. Edhe shkrimtarët kudo kanë shkuar pa përtesë, edhe shkojnë. Kur kemi ndonjë përkrahje materiale, ka një stimulim shumë modest, i cili mendoj se do duhin ashtu të shtohej. Mirë po, që është e vërteta, asnjëherë nga shkrimtarët nuk është bërë pyetje. Është siguruar ndonjë bazë për stimulim, apo nuk është siguruar. Por, cili është aktiviteti dhe ku duhet të shkojë. E vërtet, kjo e ka mbajtur Karvanin deri tash, deri tash gjallë dhe e ka zhvilluar. Por, duhet ta dimë, Karvani si një aktivitet shumë i rëndësishëm, mund të zhvillohet, të jetojë vetëm si një aksion i përbashkët, i shkrimtarëve për fëmijë, i shkollave dhe institucioneve tona shtetërore, nga të parë Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Arsimit, e cila nganjëherë na kanë ndihmuar. Edhe e kemi pashtu një përkrahës të përhershëm Drejtorinë për Kulturë të Komunës së Prishtinës, pra të kryeqytetit, e cila neve na ka ndihmuar dhe në sajet asaj ndihmëse ne me vite e japim çmimin Ymer Elçani për librin më të mirë për fëmijë që votohet midis 2 karvanëve, e i cili ndikon dukshëm edhe në nxitjen e krijimtarisë letrare për fëmijë. Mendoj se gjithë shkrimtarët që shkruajnë për fëmijë shpeshherë e kanë parasysh edhe ekzistimin e këtij çmimi kur përgatisin dhe botojnë librat e tyre. Ashtu si që e kanë parasysh sigurisht edhe çmimin Vebi Kikaj që japet nga Ministria për Kulturë. Mendoj se këto duhet edhe të rriten ndoshta
ato nivelet atyre, materialet atyre çmimeve, por edhe të mbahen dhe zhvillohen aty.